6 muaj pasi Naim Qelajti skadoi mandati, kuvendi ka shpallur konkursin për avokatin e popullit. Kjo procedurë, e cila ligjërisht duhej të niste para shtatorit të vitit të kaluar, do të qëndrojë e hapur për kandidatët e interesuar deri më 29 prill. Për njohësit e fushës, dinamika e parapar vështirë se përkon me afatët që kërkon ligji për një përzgjedhje meritore. Është e pamundur për arsye se procedurat ligjore për zgjedhjen dhe emërimin pra janë të shumë dukshëm më të gjata se sa disa ditë. Si institucion jashtëzakonisht i rëndësishëm për mbrojtjen e drejtave dhe lirive të qytetarëve, është me rëndësi që nuk kemi në mandat të plot dhe kjo është pasojë e thjesht një mos efikasiteti, një byrokracie nëse doni. Kjo mënyrë e ushtrimit të detyrës si ushtrues detyre thjesht nuk e ka atë kapacitetin dhe efektin e plotë të duhur sikurse ai kur është në mandat ligjor dhe prandaj kjo mund të reflektohet edhe në nivelin dhe cilësinë e mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të qytetarëve të cilët për çdo ditë i drejtohen avokatit popullit. Përveç udhëheqësit kryesor, vonesat në kuvend kanë lënë në pritje dhe funksionalizimin e pozitave tjera zëvendësuese brenda këtij institucioni kushtetues. Mos harrojmë se këtu nuk ka përfunduar vetëm mandati i tij, por ka përfunduar mandati edhe disa zëvendësve të avokatit të popullit dhe prandaj kuvendi i Kosovës do duhet ta kishte më prioritet urgjent sa i përket pamundësisë së zgjedhjes së avokatit të popullit deri më tani është, unë mendoj, krejt çështja e vullnetit politik dhe e përgjegjësisë politike që kanë deputetët e kuvendit të Kosovës. Përkundër hapjes së konkursit, ligji i lejon Naim Qelajt ushtrimin e funksionit deri në momentin kur kuvendi të votojë avokatin e ri të popullit.